Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lam të mirë qimeve në fytyrë një herë për gjithmonë, kjo metodë do ju befasoj. Qimet e fytyrës janë një problem shqetësues për shumë gra të cilat duan që të jenë të kuruara deri në detaj. Shumë prej tyre përballen me rritjen e qimeve në zonën e mustaqeve apo pranë veshëve, por harrojeni metodat e dhimbshme dhe të kushtueshme të eliminimit të tyre. Në këtë video ju do të mësoni se si të përgatisni një lloj paste magjike e cila i zhduk qimet e fytyrës pa dhimbje. Lajmi i mirë është se ju mund ta përgatisni vetë këtë maskë dhe për më tepër nuk e acaron fytyrën. Ju duhen vetëm 3 përbërës të thjeshtë për të shpëtuar përgjithmonë nga qimet e fytyrës. Përbërësit janë 1 lugë gjelle miell, 1 lugë çaj sheqer dhe 1 vezë. Përzijeni mirë të gjithë përbërësit në një enë të vogël derisa të merrni një lloj paste. Sigurohuni që përzierja të bëhet ngjitëse në mënyrë që të arrihet efekti i dëshiruar. Aplikojeni maskën në fytyrë në zonat ku keni qime dhe lëreni që të veprojë për 15 minuta derisa ajo të thahet. Pas kësaj, hiqeni maskën duke e tërhequr atë. Lajini fytyrën me ujë të pastër dhe rezultati do të jetë vërtet i mahnitshëm. Pasi të keni hequr qimet nga fytyra juaj, atëherë përdorni një krem hidratues. Ju mundet ta përsërisni procesin kohë pas kohe për t'u siguruar që të mos rishfaqet më. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh edhe disa receta të tjera natyrale, të cilat do t'ju vinë në ndihmë për të larguar qimet një herë për gjithmonë. Qimet në fytyrë janë shumë normale për meshkujt dhe të pazakonta tek femrat. Fatkeqësisht, miliona gra në të gjithë botën kanë probleme me qimet dhe mbi të gjitha në pjesën e sipërme të buzës. Kjo recetë është shumë efektive dhe njëkohësisht e sigurt në përdorim. Femrat në lindjen e mesme kanë shekuj që e përdorin. Përbërësit janë të mbushur me vitamina dhe antioksidues që do të thotë se përveç faktit që do të largojnë qimet e padëshiruara, ato e mbajnë lëkurën tuaj shumë të butë dhe të hidratuar. Problemi më i madh i heqjes së qimeve është fakti se ato mbijnë përsëri shumë shpejt, por me këtë recetë garantohet se ato kanë për të dalë më me shumë vonesë. Përbërësit janë: atëherë ju duhet 2 lugë mjaltë, 2 lugë lëng limoni, 2 lugë tërshër të thërmuar. Si ta përgatisni? Përzijeni përbërësit tuaj së bashku. Më pas, aplikojeni në të gjithë sipërfaqen tuaj me lëvizje të buta rrethore. Sigurohuni që ta lini për 15 minuta dhe më pas, lajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Duhet që ta përsërisni këtë trajtim 2 deri në 3 herë në javë. Pas 1 muaji, ju do të habiteni nga rezultatet. Maska natyrale të cilat përgatiten për hiqjen e qimeve në fytyrë. Qimet në fytyrë janë një problem që e kanë një pjesë e mirë e grave. Shkaqet janë të ndryshme, si për shembull çrregullimet hormonale. Shpeshherë depilimet shkaktojnë njëkohësisht edhe irritime, puçra me infeksion dhe skuqje të lëkurës. Për të shmangur të gjitha këto, janë disa mënyra të cilat do t'ju vinë në ndihmë për heqjen e qimeve nga fytyra juaj pa shumë shpenzime dhe pa dhimbje. Si fillim do t'ju duhet një e bardhë vezë. Në një pjatë ju duhet që të ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe e shpërndajmë të bardhën e vezës në fytyrë. Menjëherë pas kësaj vendosim mbi të bardhën e vezës në fytyrë me një pecetë të hollë. Mund ta vendosni në të gjithë fytyrën tuaj ose në pjesët ku ju keni qime të padëshiruara. E lyejmë pecetën sërish me të bardhën e vezës duke përdorur një furçë
ose në gishtat tuaja. Si për shtresës së dytë të bardhës së vezës, ne do të vendosim sërish një pecet tjetër të hollë. E lëm të bardhën e vezës të ftohet dhe më pas fillojmë që ta heqim atë ngadalë nga pecetat e thara. Bashkë me to do të ikin edhe qimet. Maska me sheqer dhe me mjalt. Përbërësit që juve do t'ju duen janë një lugë gjelle sheqer kaf ose të bardhë, një lugë gjelle mjalt, një lugë gjelle ujë, një tas i cili duron nxehtësinë e mikrovalës, një spatull ose shkop akulloreje, disa copa në formë shiritash. Atëherë vendoseni që të gjithë përbërësit në një enë e cila arrin të durojë nxehtësinë. Vendoseni këtë enë në mikroval ose në një ngrohëse të çfarëdoshme. Përzieni përbërësit për rreth 30 deri në 35 sekonda, derisa përzierja të fillojë edhe të fluskojë dhe të kthehet në një ngjyrë kafe. Largojeni atë më pas nga nxehtësia dhe i lini që të ftohen pak sa të mos ju djeg lëkura. Pra, ajo duhet që të jetë e ngrohur, por jo e nxehtë. Merrni pak nga dylli i ngrohtë me një anë të spatulës dhe vendoseni atë në zonën ku ju keni qimet e padëshiruara. Merrni një copë në formë shiriti dhe vendoseni mbi zonën e lyer me dyll. Me anë të shiritave ushtroni pak presion mbi copën e vendosur duke e sheshuar atë me lëvizje sipas drejtimit të rritjes së qimeve. Më pas të rriqeni copën me ngadalë në drejtimin e kundërt të rritjes së qimeve. Përsëriteni këtë proces për të paktën disa herë derisa të shikoni rezultatet e dëshiruara. Çdo femër do të dëshironte që fytyra e saj të ishte sa më e pastër dhe sa më pak qime. Madje ku ka më mirë se sa maskat natyrale të cilat dukin se zhdukin qimet e fytyrës për një kohë më të gjatë dhe do t'ju marrin vetëm 10 minuta kohë për ta testuar. Atëherë, si fillim, kjo maskë dhe përbërësit që do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle miell, 1/4 e lugës me shafranin dije dhe 3 deri në 4 lugë qumësh të freskët, 1 lugë lëng limoni dhe gjithashtu 1 lugë vaj kokosi. Si fillim, e gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të shtoni të gjithë përbërësit bashkë në një tas dhe përzieni mirë derisa të formohet një masë e trashë. Pas kësaj, rezultati do të jetë një masë e verdhë. Përdorimi: aplikoni një shtresë të trashë në fytyrën tuaj duke shmangur kështu që pallat dhe vetullat. Përhapeni masën në të gjithë pjesën e fytyrës ku ju dëshironi që të hiqni qimet e fytyrës. Lëreni maskën të thahet për të paktën 10 minuta. Fshiheni butësisht maskën duke përdorur gishtat tuaj dhe më pas lajni fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë dhe përdorni një peshqir të thatë për ta pastruar. Ju do të shikoni kështu një ndryshim të madh në vetëm 10 minuta. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta
të mjekësisë alternative.